Në Prishtinë po dhja vende? Po, mirëmëngjesi Arben për ty dhe gjithë shikuesit e Kanal 10, po edhe tani sa jemi duke folur, punimet vetë se janë duke u zhvilluar, por vlen ta theksojmë se këto punime kanë filluar në qoftë nuk gaboj qysh në vitin 2016 dhe megjithatë ky projekt ka hasur në vonesa të shumta, siç e dim të gjithë, duke bërë kështu qytetarët edhe të ankohen edhe të përballen me pengesa të ndryshme si me plohur dhe zhurmë, si dhe dëmtimet e automjeteve, pasi që e dim se ky vend është goxha i frekuentuar. Edhe tani sa jemi duke folni mund edhe të afrohemi aty afër dhe të shohim nga afër punimet që janë duke u zhvilluar edhe tani në këto momente. Ende po vazhdojmë punimet, a? Interesante, në që më fakt, ajo çfarë duhet të konstatojmë natyrisht është viti kaluar ka qenë viti më intensiv i punimeve në këtë rrugë. Bukur shumë është përfunduar, por kjo pjesa, jemi tek Bardhoshi këtu, apo jo, po kam përshtypjen që jemi tek Bardhoshi. Kjo pjesa këtu tek Bardhoshi që ende ka mbetur kështu. Dhe punimet që po vazhdojnë kanë përshtypjen edhe në 2 lokacione të tjera. Ende nuk kanë përfunduar punët. Vërtet miq, kishte filluar në vitin 2016. Edhe nuk ka arritur asnjë qeveri që ta përfundoj. Nëse përfundon edhe qeveri, në fakt edhe qeveria fundit ka përfunduar, edhe mandati i qeverisë së fundit përfundoi. Dhe nuk arriti dot që ta përfundoj. Pra ka qenë Isa Mustafa aso kohë në krye të qeverisë. Dhe që nga koha e kryeministit Mustafa ne kemi pasur pastaj kryeministër Haradinajn, kemi pasur pastaj kryeministër Hotin, kryeministër Kurtin, në një mandat të shkurtër dhe një mandat të plot. Më shkurt nga 2016 në 2025. Vitin e ardhshëm deri në fund vitit, nëse nuk përfundon kjo rrugë deri në fund të 2025-s, i bën një dekad, 10 vjet për një rrugë. 10 vite, një dekad. Wow. Besoni ose jo, miq, është 34 km rruga Prishtinë-Bodevë. I bie që 3.4 km janë shtruar në vjet, nëse shkojmë kështu në një dekadë. A pasur probleme të shumta pronësore sidomos.